nuk bën tek ekzekutimi edhe derisa i shohën çdo vend edhe cilla është testë. I bën për spital, por prap se prap po udhimset mbytyja e dhive. Familja e Islam nga Irakut në Gajrak të Malishevës nuk po mund të pranoj faktin se kafshët e tyre duhet të azërsohen nga inspektorët e AU-vit pasi u infektuan me brucelozë. A ekziston pra dikun tjetër me lënë gjysën e velykit e gjysën? Por inspektorët thonë se 96 ditë së bashku me një gjedhe duhet të mbyten pasi që rrezikohet edhe më shumë familja, ku 10 anëtarë të saj u shtrinë në spital ditë më parë si pasojë e infektimit. Kur e kuptuan se të gjitha kafshët janë të prekura, Gajraku u dha leje inspektorëve t'i marrin dhitë, derisa fajsuan edhe Agjencinë e Veterinarisë e Ushqimit për neglizhencë të këtij rasti. Vallaj mu nuk e do mu e mjalon veç që ku i kom blej, që s'm kanë tregu, s'ma dha letër, edhe veterinarisë të Malishevës që s'm kanë bon vaksinim asnjëherë. Madje edhe për hapja e sëmundjes, sipas tyre buron nga vonesat e inspektorëve. Ndonjëherë kem pas problem si grip sezonale dimnit, dhe jam shëru pak në përmjek familjar, kështu dhimbje të shpinës, temperaturë, ethe, gojt në kanë dhimbje kryt edhe atëherë falë zotit të shku në përmjek në infektolog të në Malishevë. Aja ka konstatu, ju ka marrë menja të një vlas që qas pjedhim të shpinës që mundet me pas një virus tillë dhe ka qenë në Prishtinë. Por nga e njëjtë ata nuk do të rrezikohen më. Kafshët e tyre u ngarkuan të gjitha në kamion e u nisën drejt një fshati tjetër për t'u asgjësuar. Një nga një u therrën të gjitha dhitë. E më pas u bë groposja e tyre. Zëdhënësi i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë Lamir Thaçi tha se ishte i domosdoshëm ky veprim nga ana e tyre. Kemi ferma të prekura dhe ne jemi duke vazhduar që në secilin rast që kemi të konfirmuara të bëjmë një asgjësim të shpejtë që të mos kemi përhapje të metutjeshme dhe të mos kemi njerëz të prekur nga kjo smundje. Sipas këtij të fundit për të gjitha dhitë, Gajrakët do të kompenzohen sipas rregullorës së kompenzimit për kafshët e azësuara.